Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga fshati Rjoll. Ndodhem shumë afër Velipojës, ndodhem pikërisht aty, ku prej një jave zhvillohet një betejë e fortë mes banorëve që kanë tokat e tyre historike në këtë zonë dhe një kompanie e mbështetur nga policia që ka ardhur për të ndërtuar një resort turistik. Ne flasim për kompaninë Gener 2, që i shikoni ndodhen atje në fushë, nuk po punojnë për momentin, por siç duket protesta ka dhënë një efekt dhe për momentin është pezulluar puna. Sa do rri ky pezullim, çfarë po ndodh me këtë projekt të firmosur nga qeveria shqiptare në 2024 të investitorit strategjik që i jep Bashkimulaj dhe një personi tjetër për ndërtuar një resort, këto do t'i diskutojmë me banorët. Gjatë kësaj jave kemi parë betejë të ashpër ku banorët kanë çarë dhe kordonin e policisë që përris vërtetës ka qenë gati dyfishi i banorëve në terren. Pra nëse ka patur 30 banor, ka patur 60 policë dhe këto e tregojnë pamjet. Por ne kemi mësuar shumë pak për çështjen. Kemi mësuar që banorët kanë shkuar dhe në SPAK, pra i kanë denoncuar këtë aferë që sipas tyre qëndron në manipulim të dokumentave të pronësisë. Pra, ky është pretendimi i banorëve. Ka manipulim të dokumentave. Dhe ata thonë se janë pronar që për 1920-s në këto toka. Këto janë çka është deklaruar. Po çfarë do mësojmë ne sot në emision? Do të na i thonë vetë banorët, sepse ne në Fol flasim përmes zërit banorëve. Asgjë tjetër. Faleminderit banor. Faleminderit juve që keni ardhur. Faleminderit. Tani ju kemi parë në betejë, se tani s'di çfarë emri tjetër t'i vë. Kështu do të themi. Jeni ngjitur edhe kova e eskavatorit. Keni dalë para eskavatorit si në luftë që i dilin para tangut. Janë pamjet filmike që tregojnë. Po. Tani gjithë kjo ngjarje, ama thua pse erdhi? Ju nuk dini gjë fare për këtë investim? Të them të drejtën, unë quhem Prakmolla. Ja them emrin çdo cili sepse jam tokën në pronën time. A këtu është prona jote, këtu ku jemi ne bashkë? Këtu jemi gjithë fshatarët. Gjithë fshatarët jemi prona e gjithë fshatarëve e se cilit nga fshatarët. Pra, sot kjo është e imja, nesër është e tjetrit, është e gjithë fshatarëve. Kur daton kjo pronë e juaja? Kjo prona daton që në vitin 1927, pra atëherë kur dokumentet sipas së ligjit Mbretit Zog u kthyn nga turqisht në atë shqip. Dhe dokumentat atëherë u kthyn në Shqip në vitin 1927. Pra ju i keni edhe para 27-s, po i keni turqisht? I kena turqisht, pra. E kuptove shumë mirë, bravo si gazetar dhe të përgëzoj për atë mentalitet që e ke kuptu se kështu ka rrill prona. Në vitin 1927 janë kthy dhe janë Shqip, që janë blerë nga Fisi Jukaj, i cili nuk e kuptoj se si e ka përfituar atë pronë. Nuk e di, ç'a kuptoj. Megjithatë janë organet kompetente si është SPAK-u apo prokuroria e rrethit gjyqësor shkollor. Tani ju i keni dokumentat, a i keni ju dokumentat apo i ka? I kemi ne. I kemi ne, që ja kemi bler atyre. Pra, unë të them, unë justifikohem me dokumentin që e kam bler dhe e kam. Po? Me dokumentat e vjetër, me franga ari që e kam bler, por nuk justifikohet zotëria që ma ka shit mu. Ai ku e ka marrë? Duhet pra origjina e pronës. Është e njëjta gjë sikur ti thush një njeriu i ku je e thot nuk di ku jam. Pra po thoni që kjo pronë figuron në të dyja në qenë kohë dhe ande edhe këteja? Jukajt dihet se Fisi Jukaj ka qenë edhe ka luajtur edhe një rol qeveritar në kohën e Zugut, ka qenë ministri i Brendshëm, i cili ka përfituar gjitha pronat e Republikës Shqipërisë dhe i ka regjistruar në emrin e tij. Ai nuk e ka bler asnjë cop tok, por në pozicionin që ne jemi sot këtu, ai ka përfituar prej një sipërfaqe marramense që do të thotë prej 943 tredëlymësh tokë këtu ku jemi ne sot. Pra sa është sipërfaqja për ta kuptuar që atje lart i bie? Sipërfaqja që atje lart janë 6000 metër, sepse aty kufizohet Lesha. E kuptoj. Nuk e di se ky ndoshta ai ka hyrë nga Lesha, ai leshan s'din gjë akoma sepse ky ka filluar nga territori i Shkodrës, ai mund të vazhdojë edhe shkojë edhe në Lezhë. Kur të takohet me Lezhën, ai do përballet përsëri me pronarët e Lezhës. E kuptoj. Kuptohet apo? Po këtu për pjesën tuaj sa ju prek? Këtu për pjesën tonë na prek 1500 lëm. 1500 lëm. Pra është gjithë kjo toka këtu që shohim këtu. Këtu janë më shumë se 1500 lëm, por ky ka hyrë 1500 lëm. 1500 lëm. Sa pronar preken? I dini numrin? Këtu janë 60 familje. 60 familje që preken. Ti marrim mesatarisht ashtu me trashëgimtar bën 600.
600. Pavarësisht se njerëzit kanë evolu, kanë ikë E kuptoj. për një jetë më të mirë, edhe ata nesër ne t'i themi që të kthehen këtu pranë parëve tyne, pranë tokës tyre, ata me njëherë vinë. Bile edhe sot kisha një konë, një kem veçantë me një djalë një personit, ku më tha, lutem thuj kur të vi. Pra janë gati të vinë, ë? Ai nuk vjen për luftë, ai vjen për tokën e vet. Ne nuk kena në një arsye që të luftojmë, por kena arsye që të mbrojmë pronat tona. E kuptoj. Tani, këtë pronë, kur e mësuat ju që po u merret? Dëgjoj, ne E nuk keni ditur më përpara? Jo, ne kena ditë në kuptimin asaj që diçka po bëhet. Por institucionet shtetërore gjithmonë na kanë mshef. Nuk na kanë tregu ne që po e kena bë këtë. Gjithsesi unë kam kanë gjykat, po të njëjtën pronë. Unë kam fillu gjyqin, kam marrë përgjigjen e kthimit dhe kompensimit provave të Tiranë në vitin 2016. Që të jepte këtë pronë? Pa, dhe unë jam drejtu gjykatës sipas ligjeve që në fuqi dhe ma ka majt dosjen e gjykata e apelit Shkodër me në krye kriminalin, nëse më lejon, ashe drejta jam me i thonë. Asit kalan, shkurtoje në qose... Jo, ne nuk shkurtojmë asgjë, po problemi është do të hedhin gjyq se po e akuzon. Ska problem, kriminal është ai, të më hedhin gjyq mu. Po ç'a krimi ta ka tjetër? Ai ka bë krimin për arsye sepse ky personi që sot ka përfitu pronën për 1500 metrave, që e ka tjetërsuar, ja ka shit biznesmenit Bashkim Ulaj, ma ka majt dosjen time pezull deri në momentin që në 2019 zotëria ka marrë pronën. Dhe pastaj, në momentin që ai mori pronën dhe certifikatën, që unë s'disha gjë, pra unë e kam filluar në 2016, ai në 2019. Ai e ka marrë në 2019 për një muaj. Kurse unë kam nejnë nga 2016 deri në vitin 2023. Pra, në momentin që ai mori pronën, ky vazhdoi gjyqin. Pra ti po thua që ky person e ka marrë me gjykat pronën? Po, me gjykat. Po ju si e keni marrë? Edhe ju me gjykat apo? Kush më se e ka marrë shoqi? Çka ka më marrën kur e ka marrë ai? Po mirë, ai keni letrat e vjetra. Po. S'pyet për letrat e vjetra ai. Ai pyet më nëse ti kush ka letra falso. Kush i ka falso, ai fiton. Ai që ka tapit e vjetra, edhe sot policisë aty i themi, po kena të vjetrat më, nuk i njofim të ne. Po ka njefti. Njef letrat e falsifikuara. Çdo gjë këtu është bërë me falsifikim. Unë edhe jo pa qëllim sot këtu kam provë prova që vërtetojnë falsifikimet që janë bërë. Do t'i shfletojmë, po. Tani edhe diçka tjetër, në 34 vite, 35 u bën. Pse nuk i keni nxjerr tapit e reja ju? Pra, nga të vjetra kaloni tek të reja. Po, pyetje e vërtet, kjo që është me vend. Gjithë cili në vitet 90 ka pas një ide që të largohet dhe atëherë ka qenë edhe ai mentaliteti që shkojnë për jetë më të mirë. Ata rinj që ishin për të marrë me këtë punë iken jashtë. Meten disa njerëz që edhe nuk ishin të aftë që të merreshin me deportacionin. Kishin edhe njerëz që mendoshin se këtë pronë ma ka ble gjyshi dhe nuk i shkote mendja kuj se mund vi një person X fantazëm edhe thotë që kjo është prona ime. Nuk na ka shku mendja në herë. Seriozisht që të betohem se më ka shku në mend se vjen një prej X venit, pa qenë fshatar, pa qenë askushi dhe na del me 1500 dëlym. Mu më tekojnë mërzatni si familje 187 dëlym tokë, që bana janë 100 vetë, me pjesu së më dalin as për varë, kurse zotnia një vetëm, ka marrë 1500 dëlym, ose 1.500.000 metër katrore. Kuptoje e ti këte. Po kënë banori kësaj zone. Së çfarë banori kësaj zone? Së është hiqma. Ai që figuron pronar, se bashkimin e dim që s'është i kësaj zone. Bashkimi është viktim, por bashkimi e ka ditë, sepse bashkimi kur ka këtu, ka pa shtyllat atje, ka pa gardin atje, ka pa shtëpitë e vjetra që këtu është zotëria që është sipër kokës tonë, që ka shtëpi këtu, që ka lind aty. Dhe në 79-ën tërmeti, fatkesia e madhe që e pat gjithë kjo zonë, ra tërmeti dhe i spostoi dhe i qoj në një zonë tjetër. Pra këtu ka pas shtëpia, u prishën për shkak tërmetit edhe... Po këtu ka lind, këtu ka lind kë. Këtu këna leton. Këtu arrit.
Pra këtu ka qenë fshati. Po këtu ka qenë fshati, ka qenë që atje në fund, Po? kanë qenë shtëpit një nga një dhe po nëse në fund të emisionit Po? të shkojmë dhe ta vërtetojmë Do shkojmë edhe me drone shtëpitë edhe e vjetra. A të lutem shumë bravo. Edhe do filmoj gjithë shtëpitë e vjetra. Ja këtu sipër është shtëpi e vjetër tjetra. Po. Janë të I farë sa. gjithë të gjithë janë shtëpitë e vjetra 200-300 vjeçare. A kupton? Unë nuk e kuptoj se si vjen ai atje shef shtëpinë i thot zotnis jo më kjo është shtëpia ime më thot. Po si më shtëpia i ka lesë tërgjyshi këto. Se kuptoj, seriozisht se kuptoj. Gjykata çfarë ju tha? Gjykata na tha që po ke pronën, po në arsyetimin e saj, po nuk mund ta jap, tha se nuk gjej kufitarin lindor. Kufitarin lindor, ja ku kam. Ky zot një kohë, e kam kufitarin lindor. Me dokumenta, me tapi. Ishte një VKM që nxorri Edi Rama, i famshëm Edi Rama, edhe tha që për arsye e vazhdimit dhe mos naljes në vend të dosjeve, e anashkaloi shkallën e parë dhe na zuni një afat me një VKM që t'i dërtoja gjykatës apeli direkt, pa shkuar në gjykatën e parë. Pra e anashkaloi. Pa shku në gjykatë themeli? Pa shku në gjykatë themeli. Dhe çdo gjë që është bën, edhe ky nuk ka shku në gjykatën e themelit. Ashtu si nuk kam shkuar, sepse VKM-ja kapi. Por ky ka nxjerrë të gjitha dokumentet e falsifikuara që unë do t'i shpletojmë gjatë emisionit. Këto prova i quat në SPAK? Patjetër që i quam SPAK dhe SPAK-u unë shpresoj. Shpreson ke SPAK-u? Unë kam bindjen po, nuk e di. Unë dje faktikisht isha edhe në Tiranë dhe kam bërë një shtesë ankimit. Po? Shtesa ankimit ka disa persona politik, të cilët janë me funksione të larta. I themi dot me emra? Po patjetër i kam thonë dje dhe nuk tremem fare. Kush janë? Janë Osmana Vojsava Kola, e cila ka qenë edhe pjesëtare antare e trupit gjykues në kërkesë padin që unë kam bërë për këtë pronë. Pra një nga antarët e... Gjithashtu, kjo ka qenë dhe kryetare e seancës gjyqësore të procesit të personit që ka fituar pra i njëjti 1500. I njëjti në një krah ka qenë antare, në krahun që ka dhënë vendimin ka qenë kryesuese. A nuk përbën kjo një konflikt interesi? E din ajo? Okej. Tjetër? Tjetër, është Asit Kalaja. Asit Kalaja me qëllim dhe me dashje. Ja kam thënë edhe prokurorisë. Po? SPAK-ut. Me qëllim dhe me dashje, ai ka bën veprimin më të mërshëm ndaj këtij fshatit. E ka marrë dosjen nga viti 2016 deri në vitin 2023 më shërun zyrtar. Derisa kriminalet, banditat, horat të pajisen me certifikat pronësie me vendim gjyqësor dhe pastaj dele thot, po s'kisha çfarë më bën. Zotëria e ka hap gjyqin në 2019 dhe e ka marrë po në 2019. Ju s'dini gjë kësaj kohe? Po në 2019 ka marrë certifikatën, po në 2019 e ka shitur dhe pronën. Pra llogaritë ka shpejtësi e madhe u bë për këtë person. Kurse unë 2016 e mora përgjigjen nga Agjencia e Trajtimit Pronave. E dërgova në 2016 sepse kishte 30 ditë afat ligjor dhe nga 2016 deri në vitin 2023 dosja fjeti. Pra, i pajisi këta zotërit që ata erdhen pas meje, i pajisi me dokumenta me certifikat, edhe pastaj mori mua më thënë në fundit s'keqa. Megjithëse unë kam provat që paraqes i them të gjithë Shqipërisë këto. Hajde zoti kush është interesuar për me ditë për pronat e fshatit Baksariol. Jam unë ai që u pajisi gjithë secilin, e jo me origjinalen, harronje me fotokopjet. Por fotokopjet me origjinalin e kam unë dhe fotokopjen ju jap juve. Kuptoj. Pra kështu është situata. Po themi kështu si me humor. Sot është ndërprerë sot. Ç'a ndodhi? Nuk e di, ndoshta është edhe fest, e juroj gjithë besimtarët musliman që zuar festën. Ndoshta është fest, ndoshta ka lëvizje diçka nga dje që ishim SPAK, nuk e kuptoj arsyen, por them dhe shpresoj që të jetë ajo që mendoj unë. Kryeministët i keni çuar fjalë, i keni drejtuar, i keni kërkuar me thon drejtën, që dërgoj një audit. Kryeministët nuk e kanë kërkuar gjë për arsye sepse ata thonë shkruaj, ban kërkesë për shkrim se kthej përgjigje. Na bëjmë kërkesë po s'kthej përgjigje. Kështu që e kena pa të arsyeshme që s'po lëvizim më,
sa i përket kryeministrisë dhe këtyne, sepse po mos ishte kryeministrin të tyre nuk ja jepte këtë hotel luksos të për zhvillimin e këtij hoteli. Pra e bëni palë. Po normal që është falaj për arsye sepse ajo ka çu firmën këtu. Ajo ka çu firmën. Dhe aq më tepër zoti gazetar se tani më kujtu, të gjithë këta janë fshatar këtu. Nuk kanë ardhur gjithë. Se nuk jena veç kaq. Po sot kena Jo, sa për emision jemi sot. Sa për emision. Sot nuk jemi për protest. Sot nuk jemi për protest, e vërtet. Edhe asnjëri prej këtyre nuk thotë që mos zhvillohet veni, mos zhvillohet fshati. Të gjithë i kena dakord këtu. Dhe të gjithë duan që të bëjnë një jetë më të mirë. Por për të zhvilluar ose për të pas zhvillim një fshat ose një zonë, duhet miratimi ose si quhet në gjuhën e shkencës dëgjim publik. Dëgjimi publik është me një gjuhë gjitha njerëzit, edhe më të voglin, zotni, jeni ju dakord që ta bëjmë këtë projekt. Pasi të merret dëgjesa publike, Dëgjesat publike duhet i bëj bashkia, se e ka detyrim një. unë nuk e di Sepse pushteti vendor është ai që bën ndërmjetësin midis biznesit edhe unë nuk e di se kush e ka, por e di që duhet. Dhe dëgjesa publike bëhet në prezencën e fshatit dhe në aty ku është projekti për të bërë. dëgjes ka patur? Pikërisht të doja thoja. Dëgjesa publike është bërë në një zonë që këta e di qafshtis. Ai lokali s'pash nevoja me allon emrin se ai s'ka faj, ai është person shumë i nderuar. E kuptoj. Dhe kanë ardhur persona që nga thethi i Dugagjinit. Kanë ardhur persona nga malësia madhe që s'kan lidhje këto fare. I ke dokumentuar këto? I keni me? Po kanë shumë firmat ata. E keni ju atë shkresën e firmave? Po e ka shteti më, e kam ka unë, shteti. kam edhe me emra. Bile për humor më tha njëri, tha zoti, aq i sigurt ishe se bashkim ulaj aq i fort, sa më tha zotri aty në firmë ku kam çu emrin, kam çu emër mi emrin, a dën edhe emrin e babs. E kupton ti se ku ka arrit ai që ti thot që të më thot mu që zotni, a dën edhe emrin e babs. Dhe ata nuk janë banor këtu fare, as Po s'janë banor mo, po s'janë banor, asnjë. As edhe një vetëm dalin këtu edhe thotë që Pra kanë mbledh njerëz komplet jashtë ka marrë zonës së njerëz, Rrollit. more nështë e ka marrë nga Tirana, nuk e kuptaj. Atje kanë qenë 70 vetë, 70. Dhe nga 70, një nuk ka shpërë nga këtu. Edhe që e quajnë dëgjes publike, a? Edhe e kanë shkruar atje, kanë futur atje në leta. Aq më tepër morë ti zoti gazetar, se je shumë i nderuar, edhe të falenderoj seriozisht shpirtnisht. Kam emocione të veçanta që ti ke ardhur këtu, sepse na mediat kena. Se për Ne shkojmë aty ku ka zë, shumë faleminderit. ku populli ka zë. Shumë faleminderit. Do të them vetëm atë arsyen e emocioneve që ne kemi. Të vinë ai tjetër në pronën tonë tane edhe të thotë që zotni ik prej këto, nuk e di se si e vlerëson një gazetar ose një person që mund një qenë të folë. Shof komente atje që thonë ku keni pronën ju. Unë po i them, cili do të vinë, balla që me pronat tona dhe me provat që e provojnë pronën tonë. Rrim te provat, më trego provën. Tapit vjetër që Po. Unë këto kam marrë një mikrofonin. Unë këto kam një po e marrim me radhë. Po. Ky është e vitit me 17/6/2020. Po. E shikoni ju me sytë lirë që kjo është origjinale. Po, Është edhe me numër protokolli. absolutisht. Këshilli i Qarkut, Shkodër, pra nuk e kam nxjerrun. E kuptoj. Dhe shfletojmë. Dhe këtu thot, çka kanë kërkuar, edhe kjo është këtim përgjigje. Okej, i kërkoj operatorit Robertsani të afrohet pak, Pra, ndërkohë që edhe kryem edhe një ide. pra. Pra këto janë, Shpjegoja se ta shpjegova unë. po, këto janë të Këshillit Qarkut. i Qarkut Shkodër, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes Tokës, po? Dhe këto tani kanë, Këtu është. Mund ta lexojmë. pse po, jo? avokatura e shtetit, jo, do t'i gnajnë, po, edhe do t'i lexoj. Kjo është avokatura e shtetit. Zyra vendore Shkodër, në vijim të kërkesës
tuaj me numër protokolli AQ 2020-s 96 për dokumentacionin kadastral dhe dhëna pronësie për fshatin Pulaj Velipoj. Pulaj e ka këtu? Apo? Pula është qarku. Qarku. Si zonë. Në fshatin, okej. Vazhdon me tutje. Okej. Zef Mirashi, Gjeto Prela, Zef persona, bashkangjitur ju dërgojmë kopje dokumentit kadastral, flet regjistrimi pronave bujqësore. Pra këto prona janë të regjistruara. Tash kalojmë në faqen tjetër. Këtu ta shpjegojmë sepse është çik teknike. Po? Kjo është flet regjistrit të vitit 47 reforma agrare. Kjo është e 47. E 47. Okej. Po? Pra kur ju është marrë prona? Kur ju është nga shteti komunist. Po? Atëherë vazhdojmë këtu me leximet. Po? Këtu janë dy lëmt spasht e gjithë Velipoja. Po. Nuk është vetëm për këtë fshat. E qartë. Dhe këtu thot, krye familjar e gjithë Velipoja në 47-ën. E kuptoj. Ka pas 125 krye familjar. Po. Kuror të martuar. Po. Ka pas 55. Kurse frym, pra ka pas fëmijë, gra e tjerë. Po, banor. 894. 894 ka qenë në 47-ën Velipoja. Dhe gjithset janë 125 kryefamiljar, që do të thotë 125 kryefamiljar do të jenë të regjistruar në këtë fletë regjistri. E qartë. Po të hapim këtë fletën, e kalojmë fletën numër 2, po, i marrim me radhë. Nuk kanë asnjë lidhje me ne dhe ne shkojmë te emri përkatës që na përket gjyshit. E qartë, vim tek zona juaj. Dhe unë shkoj te gjyshim. Po i përmes gjyshat të tjerëve, se s'është nevoja, po marr timin personal. E kuptoj. Dhe unë me sy mbyllur shkoj te rallori numër ose numri rendor 37. E hapim. Se këto janë dy fleta, nuk do të shkojmë bashkë. E kuptoj. Dhe numri 37. Po. Pra 35, 36, 37. Ç'a thot? Ndoc, oc, ndoka. Po? Kjo është dyshim. Me dëshmi trashëgimit. Dhe thot kanë qenë në 47-ën 7 frym. 7 frym. Ka qenë baba im me 4 vëllezër e motra, 5 fëmijë. Kuptoj. Gjyshen. Edhe gjyshin. Edhe sa tokë? Edhe gjyshin. A bën 7? Po, absolutisht. 5 fëmijë. Po ti tregoj me emra Toma, Gjystja, Kolla, Gjergji, Lena. Me kuptoj. Prena gjyshja dhe Noci, baba i Tops, pra gjyshi im. E kuptoj që pse i thua me mesazh, se ti po jep mesazh atij tjetrit që un jam pronar. Jo që jam pronar. Që këto janë sakta. E kuptoj pra, po që jam pronar pra. Dhe këtu shënohet prona. Kaq dy lym këtu, kaq dy lym këtu, kaq dy lym atje, kaq dy lym këtu. Sa janë për t'i kuptuar? Gjithset mund bën 120 dy lym tokë veç on. Po kjo nuk është 120 kuptimin asaj që janë të sakta, për arsye sepse dikur nuk janë regjistruar pronat me sipërfaqe. Kufit janë përcaktuar, po sipërfaqja është për mos pagu taksat. E kupton ti? E kuptoj. Rrim tek pra këto. Pra do thotë që ka shumë më shumë. Po rrim tek këto prona, pra 147 tani ti nuk i ke më këto 147. Po i ka marrë, i kanë marrë këta. Është e sigurt që këto 147 përkojnë me i kanë marrë. Sipërfaqe që ka marrë zotëri. Unë kam marrë gjyshin tim. E kuptova, e kam shumë qartë. Gjyshin e një tjetrit. Jo, s'ka nevojë, e kam shumë qartë. Tani vetëm do ecim faqe për faqe. Jo të gjitha sepse janë shumë teknikalitete. Jo, do i kaloj sepse do i kaloj tani. Vetëm do kaloj te fundi, numri randori i fundit. Okej. Numri randori i fundit. Sa është totali më duhet mua? Totali i fshatit tuaj. Tani. Numri 124. Po. Është i fundit i fshatit tuaj. I fundit sepse 125 janë këtu, 124. Po. Do me thonë, i fundit është demra pa. Tashi, në këtë flet këtu, duhet shikojmë tashi ku ka emrin personi që ka këtu pronë. Në kupto? Pra ai personi nuk e ka emrin këtu. S'ka emër këtu. Pra në 47-ën shteti komunist mori letra, i ka regjistruar gjithë pronat që ka patur. Dhe janë ndarë dy faza. Faza që ka patur dhe faza si ligji 7500 që kush nuk ka pas i ka lënë. Edhe i ka lënë. Për shembull disa persona kanë marrë në vendet bujqësore. E kuptoj. Edhe thotë janë dy faza. Ke pasur dhe ke marrë.
Po mund të ketë kompensuar shteti komunist ty në një vend tjetër? Po në atë kohë, Po, jo në atë kohë. kompensu, po ti s'ke pas fare tokë dhe të ka pajis me i tokën ndrosh, në një Po, fshat po tjetër. që se kishen pronësi, Po, po kishen se ka përdorim. marrë kur, mos e s'ka shku kur, se i mori partia, i bani të vetat. bëri kooperativë, Thjesht se, ishte po. një ide që E qartë. t'i bëjmë gjithë në një nivel. E kuptoj. I ka pas thënë aty fjalën E kam i shumë qartë. kulaka, se di, E kuptoj. ai që ka kanë i pasur. Po. Se ai që ai pasur ka kulak. Ai varfëni dhe kështu ai mendoi që t'i bëjnë gjithë barabartë dhe ja mori toka atyre, ja Allah atyre. Pra me këtë logjik ju nga kulaku kthyehet në varfër. Varfër se na i mori gjitha. I mori. Dhe okay, ran dakord gjithë partë tonë se unë sa kam ekzistuar atëherë. Dhe doja të thoya këtë. Me cilin numër rendor ndodhet emri që ka fitu pronat. Sepse ky i ka ruajt dokumentat. Edhe ai që i ka pronat si e ka emrin sot? Ai që ja ka kaluar, që ja ka shit Bashkimu Ulajt? Shpellza, Fatmir Shpellza, ai nuk ekziston për këto hiç. Ai nuk ka pronë këto hiç. Ai është fantazm. Po ju e njihni këtë person? Si individ, si fytyrë? Unë fizikisht nuk e njoh seriozisht se nuk e kam taku. Kam dëshirë të takoj. Po qa është, biznesmen qa është? Apo s'keni Ja, qyas? edhe biznesmen mund t'jetë, sepse unë nuk e di ekonominë se me qa merret ai, E, por kuptoj. Nuk ka kanë biznesmen kurke. por po them që ai Kur ka kanë biznesmen. i përket një forcet politike e cila është një LSI sot, jo, LSI atëherë, linja sot, E kuptoj. edhe kështu që është ai i përket një force politike. Politik. Por këto prona janë kthyer kur në pushtet ka qenë hipotekues në Malsinë e Madhe. Ky person. Ky person që ka fituar prona. A, ky ka qenë dhe në hipotekë të vendi ku Jo, gatuan jo, ka qenë hipotek në një Malsinë Madhe. E kuptoj. Jo qark. Rreth. Rreth tjetër. Pa. Po Por influenca midis dy Po brenda personave. qarkut Shkodër. Brenda qarkut Brenda Shkodër. qarkut Shkodër. Ky që ka qenë titullar. Dhe ky- ju mendoni që ka shfrytzuar edhe Jo mendojmë, po janë fakte dhe prova. kemi shumë gjëra për të thënë këtu në Rjoll. Këtu vazhdon betejë, por sot s'ka polic dhe sot gjetëm Jemi kohën jemi që ne me banorët të bëjmë një emision të dedikuar për atë çka po ndodh në fshatin Rjoll. Me njëherë mbas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhem aty ku zhvillohet betejë tash e një javë në Rjoll, në fshatin që ndodhet shumë afër Velipojës dhe që është pjesë e bashkisë të Shkodrës, por banorët e kësaj zone po luftojnë për tokën e tyre, tokë që deri në pjesën e parë na e provuan me dokumenta që e disponojnë që nga vitet 1920 e këtej. Këtë personin e keni çuar në gjyq, këtë që figuron pronar. Po pra kemi pa ditë spak. Të keni paditur në spak? Në spak, pa. Në gjykatë administrative nuk keni shkuar, ëh? Jo, nuk kena pse të shkojmë gjykata administrative, sepse gjykata administrative janë disa faza që janë procedura që duhet të kalosh për të shkuar te gjykata administrative. Megjithatë unë jam konsultuar me avokatin, Aha. dhe avokati jon ka marrë përsipër këtë çështje që do t'i shkojnë deri në fund. Shkojmë ke pronat e vjetra të themelit e ke? Të shkojmë te pronat e vjetër. Sepse edhe me këtë rast shohim edhe dokumentet e zogut. Po, patjetër. Originalin e kam makinë që do nëse do. Jo, fotokopje, mjaftohemi. Tu është një Ky është tapia e Meritit Zak. Po? Kjo është e vitit, ku e ka vitin kjo? Kjo është e vitit 1935. E 35-ës, ëh? Po, shikoj se ke edhe datën. Ta seroj më mirë. Ja bane foton? Okej. Merr edhe se ka edhe ka dy fletë. Megjithëse kjo Jo, s'ka problem se ne ato pastaj i fotografojmë Jo, dhe se- i vendosim po, kur jo, flasim. Se ta shif zbulat se dikush nuk e dhe njeh zbulat e Meritit Zak. E kuptoj. Kjo është tapia e kohës zogut. Po. Mirë, po kjo tapi konvertohet në një vërtetim pronësie. Që është certifikata. Jo, Apo, vërtetim pronësie. pra, vërtetim pronësie që Certifikatën e në ka bazë të certifikatës bëhet vërtetimi. Certifikatën e pronësisë e ka qitë Sali Berisha. E kuptoj. Ne në atë kohë nuk ka pas certifikat. E kuptoj. Vërtetim pronësie sepse ishin Atëherë Ishin unë dokumentet kur kam e shku në themelit? hipotekë zotri në 96-ën, kam shku në 95-ën edhe në 96-ën vit pas viti kam shku derisa u dogjen. Unë nuk kam shku me se atëherë ka qenë vërtetim pronësie. Po. Titulli. Nuk Po. ka qenë Rrim te certifikat. vërtetimi. Atëherë Keni vërtetim pronësie të kujt viti? të vitit pra këti këtu. Po, të 35. Pra me 5 unë kam bë notën e transkriptimit tek noteri Po. Zenel
Zenel Abdullah Broja, Po. noterin. Te Me qartë? noter. Po. Dhe me datën 7 e kam regjistruar një hipotekë. Okej. Kjo është certifikata e pronësisë E që i kuptove themi ne tash, sot. krahasoj datat. Kjo me datën 5 e kam ble, notën. Atëherë, kjo është certifikata e pronësisë për gjithë shqiptarët të kësaj prone që ndodhet pas kurrizit tim dhe që do të ndërtohet një resort nga biznesmeni Bashkim Ulaj dhe që është bler nga një shtetas që zotrin, që unë i kam këtu prezent në janë të fshatit Rjoll, thonë se ka manipuluar dokumentat. Atëherë, ky ishte dokumenti personal i gjyqit tim. Po, Ne kemi edhe një pronë të cilët jemi të gjithë bashkë, gjithë. pronë e përbashkët, për te pronës private, të personale. Po, privata është edhe kjo, por është përbashkët, po. bashkëpronësi. Po, Të cilën edhe kjo është vërtetim pronësie. okej, t'ja shtem edhe. Ja shikoj edhe këtë. Ja, shumë, kjo pas ka dhe hartë. Ka edhe hartë, ka edhe gjitha se dhe po në atë hartë ndodhet këtu. Për sa si përfaqe Jena të bëhet qartë prona e deri tani. përbashkët? Prona e përbashkët pa atë fjalë për 2400.000 metra. 2400.000 metra katror. Që ka më shumë akoma. Po se ka marrë çancë, s'ka mujt ton me na marrë, se e dash me marrë edhe atje edhe Velipojën. S'ka pas mundësi ai, veç me mëzirë prej shtëpit. E ka pat arsyeshme se prej shtëpit ky s'mund të Po nxirrë. nga shtëpi, nxjerr njerëz tani me këtë zgjerimin që ka marrë? Ka njerëz që dalin nga shtëpia? Po i ka marrë shtëpi këti më. Që jetojnë në shtëpi. Jo, kanë pronën që sot kanë baktit, kanë të Jo, shtëpi banimi, prek kjo prona? Zotri, ta Prek. Po, prek. Nuk e dita se ky zotria ka pas aty shtëpinë që ja ka lënë në Roxha, e ka Okej. lëshuar shtëpi atje dhe ka prunë anën të shtëpia vjetër këtu. E kuptoj. Pra kjo është situata që ju keni me dokumentat që ju keni. Pa. Tani këto dokumenta thatë që fletën gjumë në gjykat për nga 2016 deri në Deri në 2023. Deri ditën që zotria u Zotria u pajis pajis me gjithçka. me gjithçka. Që e kuptuan ata që unë s'kam çaj bëjmë. Pra ti nuk more me këto letra, Sepse ka dhe diçka. Nuk mund të krijojnë gjykata mi vendosje. Dhe jo pa qëllim. Ky zotria eksperti Nazarko i famshëm, kush është Nazarko? eksperti që caktoi Astrid Kalaja. E prune i tha, mos e gjej kufitarin lindor, sepse kufitarin lindor kishte hyrë ky. Pronës, sepse unë të thash këtu që prona kufizohet. Po mirë më që në kohë, pse nuk bë denuncim policiu? Ore, ku s'kena bën mër, po. Qa, nuk ju a mori denuncim Jo, policia? zotni, e merte edhe e pushote. Që ta din gjithë shqiptarët që e njohin Rjollin, që këtë emër këtu ja kena nxit ne, Rjoll. Dhe nuk ka ardha i shpellë sa këtu me na nxit emrin Rjoll. Kena ardhë na këtu. Dhe na kena vujt deri në ditët e sotme prej këtij vend të varfën që s'ka pas në Shqipëni vend më të varfën. Dhe sot që është Bregdeti këtu, që u bë kjo rrugë, u sulen gjithë të kjo. Me pra se këtë duhet thoja, ju gëzut për rrugës. Po fatkeqësisht s'kan nga gabu. Rrugën e pas ka bë për veti kë. Ky se ka bë për ne. Pra juve ju njohin pronar deri në 96. 96. Dhe ku thot? Aq më tepër, në fund thot. Prona në fjalë të themel të regjistrit. Nuk ka bar apo veprim hipotekor. Deri në 96-ën. Pra, si që ka marrë Partia Punës, deri në 96-ën as nuk ka shit dhe as nuk ka ble dhe as kena detyrim. Pra, nuk ka veprim apo Penalitet mbi pronën jo, tuaj. ta lexojmë. Po pra, as detyrimi as Prona në penalitet, themel të po, e regjistrit. kuptoj. Nuk ka bar Po pra barë. apo një veprim hipotekor. Pra blokus. Pra, nuk ka veprime, do të thonë, që nuk ka shite, nuk ka shble. Në 96 është emja. Del ky zotnia tash, ky zotnia del Pronar. 97-ën, me 6, 97 tash, me 6 janar. Në 2006-ën, në 96-ën e mora unë, Po, ky del me 6 janar. O zot, i lutem zotit. në 6 janar 97-ës doli pronar? Dol, po, merr provat ky. Shiko tash. Se do kalojmë atë çështja Jo, mos bëhemi shumë se u bë si gjyq, po se edhe njerëzit nuk e kuptojnë. Gjyq po na bën edhe po Të kuptojmë, të kuptoj, po njerëzit do ta kuptojnë. Është shumë e thjeshtë. Në 96-ën ju thoni E mora jeni unë. pronar, ja treguam dokumentat popullit. Në 97-ën ky zotria me 6, me 6 janar. Nuk zgjati as kur e kam marrën. Unë e kam marrë këtë në 4 mars. 4 mars, pra fiks gati një vit më mbrapa ky bëhet pronar. Po mirë, a e keni këtë dokumentin që ai është bërë pronar? Të zotrisë? Po është me venim gjykate, ka venimi i gjykatës këtu. Padici, Zenel Shpezaj,
është tash shikimtari vetë ligjori subjektit ta dini tonë, I cole Zenelja, në klapa mi emri Mema, dhe Cuf Meti Shpelzaj, të cilët janë në cilësin ish pranarve në këtë gjykim civil. Ky fakt rezulton I provuar plotësisht me testamentin numër 2483, datë 12 katit 1956. Ndalemi këtu? Për të njëjtën pronë. Pra, për të njëjtën pronë që treguam. Në 56, në? Po. Kush e marrë mend këtu prej jush Cole Zenelin më, se I ke burrat vjeta kap, kanë këtu gjalla janë ai herë? Jo, kush e marrë. Atëherë kjo Colja I pas kalëshu që ka 30 vjet nga vdekja ose 50 vjet nga vdekja saj. Në 56-ën I ka lënë me në tërë zotnis që ta jap prunën ty. Ajo ka vdek 30 vjet para, Ky personi që ka bën noterin këtu në 56-ën që thot, me numër 2483, datë 12 katit 1956-ën. Thot, ja lën. Po pse kishte noter që bëni? S'ka pas. Bravo që kuptova, ka desha me thonë. Në fund desha me thonë, desha me ta pa I pyetje seriozisht. Po jo. Gazetara, kuptove që këtu. E bukur kjo. Tani sa toke zotëri? To ka sa dush, po sot. Këto që I dalin Fatmir Shpelza më qëtë pa pjesë. Një kohë kur, unë jam I datlindis 1955, 25 vjeç jam, ko kam shpinit të mrapën, që ekziston edhe sot. E ke akoma, ha? Edhe sot. Baba më ka linë 1908 dhe ka linë në të shpi. Sot, po kam tentuar me shku të shtëpia, më thot policia, jo, thot s'ke, thot. Nuk shkon më dot ke shtëpia. Jo. Nuk e akseson dot më pronën. Është e ndërtesa atje që duket apo? Do ta shohim. Ajo. Fakti është rënoi. E kuptoj. E qartë. Në 2018 kam hap gjyqin në apel. Edhe vazhdoj edhe sot. Ju vazhdoni gjyqet? Po, edhe sot. Ndërkohë që prona Është marrë nga tjetër kush. e kuptoj. Edhe sot. Fatmir Shpelza ka hap mas me jetë edhe ka marrë 2019, unë vazhdoj ala. Sa herë kemi përmend të Fatmir Shpelzën, po nëse do zotëria mund vi, mund bëjmë një emision të dytë, ti për ballafaqojmë. Ha, që të kuptojmë që nuk kemi gjë me atë zotë, as nuk e njohim, domethënë kush është, po Jo, po Bashkim Ula e njohim ne që është I Generdyshi, po atë që ka bën letrat falsa. Se njohim ne. pra ju nuk- betejën e keni me ato që ka bërë letrat falso. Jo me bashkimin. Jo, ja bashkimi është se si ka vepruar puna tina, letrat. Si ka bërë marrëveshjet me këtë Marrëveshjet, zotërin. E kuptova. Pra ti sot nuk shkon dot ke Jo, prona. jo. Këtë tokë ju e keni, nuk e kultivonit. Për çfarë e keni mbajtur gjatë gjithë kësaj kohe? Për kullos. Për kullotje. Po. Keni më baktin të, ka mbetë më baktin këtu? Po. Ka mbetur, a? Ma mundi filmash, kanë shkuar atje te Fadromat. Ka protest po bojnë. Ato janë bakti tuaj ato. Pak të nuk I ndalon njëri. Policia lo. Ska policia. Ec ata ushimin. Si vezi ka. E kuptoj. Ç'a do bësh? Do vazhdojmë për gjyqësorën, se unë ala në apel. Protestën da vazhdon? Po si do vazhdojmë deri në Degjit për shkollë zë të keq. Nuk ka rrugë tjetër, a? s'ka rrugë tjetër. S'përgjigje, s'vjen kush. Si së vuj tabel me thonë se fillojnë punimet me kanë pas rregullave. Nuk ka tabelë në gjithë zonën ato? Jo, s'bëhet fjalë. Ju kur e morët vesh që I tash që dolin që erdhën mjetet. mjetet. Po më duket se është po I njëjti që ka këtë ai- qytezën, po ai po shtronte rrugën, a? I njëjti pronar. Ne u gëzuam për rrugën se po na vjen, e pas ka bën për veten. Ju se ka bërë se është bërë me lekë të popullit, është bërë është investimi I qeverisë, po që Ai thot Ganerdyshin edhe se di, e kuptoj. Kjo është situata. janë situata. Ju faleminderit. Faleminderit Si juve. gazetar. Fëmijët I ke këtu jashtë. Po ma dashnë moj djalin dhe ma kanë moj 8 orën në polici në Shkodër. Pra në këtë rast. ishte djalin protest. Po. 8 orë ka majtë në polici në Shkodër. Me çfarë argumenti? Se shkon te shtëpia. Tu shku te prona e babës së gjyshit. Kështu është. Sepse pam shumë policë. Sa policë kishte? Oh, I keni numëruar më duket, a? 65. 65 policë. E sa ishit ju? Si ishit 65? Jo, të Ditën e po 30 vjet. se kena pa morë vesh ta lodhë gjë. S'kena kanë hapa do. Ishin edhe me kokore, me kështu, me mjete, me... Ato murojat
Të dhe menja se na po bojmë nomin. Shkop gomi të ndorë. Po, faleminderit. Si quhen? Mu më quajnë Zek Nikoll Shulloni. Po Zek, sa vjeç je? Unë jam 54 vjeç. Po. Jam i përfaqësues më i vogli i fisit Shullajve. Po. Në radhë parë, kam babën një të në kam 83 vjeç. Kam Edhe hallën 100. 85 vjeç që rëkuan shnejon. Edhe 100. Si ka lind po të kjo tokë. Edhe po di që na pe morin vesh. Erdhme me babën e me djallë gjithë kush punë të veta. Kur vim aty, i thonë babës nuk e tokë këtu. Kush ja tha? Policia. Po policia s'është kadastër që Policia, më thotë. që ku ke atë policia? Të gjithë pushtetin këtu e ka marrë policia. Policia, kuptoj. nuk ka pas kur farë privatit këtu. Vetëm policia. Edhe u bë tan kjo proteste, mollë si u bë si a ditë pak në nesër ka vazhdu dhe do të vazhdojnë protestat. Edhe na si fis kena 400 dëllim tokë me 2 par venime zyzi. Në vitin 1996 e kena të venim prem me kofitar edhe me të tana si e kena me shokun, me qiruku kofitari Po, tjetër po, pse nuk i nxorru tapit ju? I kena xhirë, i kena në smak. Ju pse nuk nxorru certifikat? Po s'na e dha. S'ju a dhan? Ja, në vitin 2008, Edhe me vendim gjykate nuk japin Po- këta certifikat? po jo vëlla, në vitin 2008, Paçi Sali Berisha një liz në vitin 2008, kush nuk e ka pronën e zonën, të vazhdojnë letrat. Edhe Oqa, baba, gjithë ata, shku në 2008 e kanë me formë preme. Me gjys 2008 si prona ashtë e juja. Po ç'a ndodhi mor, si se morët ju mor, se s'bën sens kjo punë. Por në zotni, por nuk mujta, nuk ashtë Oqa këto me ti diftu letrat, që ti diftuja se... A mundem ta ka- sërën çështjen e tij? se Jo, unë jam- jo shumë teknike, vetëm Jo thjesht teknike thjesht, mungesa e aftësisë dhe e asaj të i që tham tjerë. edhe negligencës e kanë lënë pa e quajtur tek e qartë. E kuptoj. Edhe, hajt sot hajt nesër, Me- ponës ma merr kurse gjyqin e ka fitu, e ka fut në xhep, e ka fit trunin, s'ka shku kun ka tjetri, më i shpejt i ka. fjallë, hyp. edhe mu që i ta shënkom, që janë ati që në toni tonë, Po? janë murijet, që i kanë lënë partë tonë, Po? Do shkojmë të shohim atë, ti filmojmë? edhe janë dame me gjitha. Me zotnin që janë aty kufitar, me zotnin që janë aty në kam kufitar, me zotnin që janë këto kufitar si për molit. Edhe na nuk e kena ditë se Po këti pronarit nuk ja çua ato dokumenta zotëri thuj po ndërton në tokën time po nesër e pas kena më nesër. bashkë, në bashkëfatar me ta na kanë tonë s'pak djetë. Po ja kanë të tonat parasituna. Na nuk e di ka me shku kështu. As na përzizit shteti, as përzizit, ne vetëm po na dhunën policia. Unë pa marrë Ka djalë. patur dhun, ka patur? Dhunë tu po, atje në Shkodër jo. Zotë gazetar, Po. ke një provë ball për ball. Nëse operatori e filmon. Jo, ta deshta me thonë vetë me. Shive, Pa. shive atë murin ball për ball. Ja ta. I duket si mur i sot ai mur aty i ka paktën 100 sa vite. aty. Mako. E kuptoj. Ai është kufitari, ai është Ja ta dëgjojmë këtë zotrin e vjetër, si të quajnë? Si të quajnë? Unë shumë Luiz Keqanaj, Po Luish, sa vjeç je? 72 vjeç. Edhe 100 Luish. Ja shihni këto murijet jeton, janë murijet e Ja, Kosovës ja që kërkojmë kanë jetua, operatorit kanë Rbersani jetua të partë mbi tanë rrugë. jetu, gjyshi edhe stërgjyshi, këtu. kanë jetua. Janë kasovat komplet muret, mi këta murin, pra këto që i rreshti ke muret atje për nuk lanë pëmt me i pa, edhe firma kur deshti marrë këto që fillon punimet, unë kam dalë i kam bloku se kanë desht me i rëzu ato muret kete me jesë prapë nelt me marrë materialin për me shtro rrugën. Pra ju keni toka mbi edhe nën. Po, Kena shtëpia të po si? shtëpia të tjera, të vjetrat. E kuptoj. Edhe gjithmonë këto janë murijet e dame me shefitarët edhe këtu poshtë, apo i shohim këta që Po, do shkojmë atje poshtë. Do t'i shohim murijet, komplet i kena kufinit e vjetër, gazojnë murijet që janë ba. Pra na nuk di me dhanë ma e kësha rrugë. Po thuaja kryeministri po ta kishe përballë, çfarë do i thoja? Po çfarë më Po thonë? kryeministri do të thoja që a i ka pa me së mirë këto letra, apo i kanë që rësut e ballit, kur e ka firmos atë venim gjyqit, ku mu ba nërtimet këto, këto gjonat e vjetra këto. Gjyqin se ka bë kryeministri, po kur ka dhënë lejen e Po, investitorit. ja ka firmos pra, po. Kur ka thonë, jeta. firmos? Kur Kur ka firmos investitori strategjik. Ha, pra. Po unë disa ba kur gjanë?
Këtë do i thoj kryeministri, po të vi këtu në nesër, se do vijaj do inauguroj rrugën. Po, kryeministrit. Do vi naj, për s'do vim na. Na nuk vi. Ja. Ku është mikrofoni tjetër? Na nuk vim Ha. këtu. Jo, vetëm një moment. Këtu nuk vim na. Kryeministri mundet me arë kur dënë, se në lënë kurkush. Ka ban rrugën, falënderë se ka ban rrugën, matë funit e ka lënë gjithë Shqipërinë, se në s'kena pas rrugës me shku në Vilipoj, as veç kam deri në Llaqë, në përballë të këna ju jetë. t'internuar këtu. Pikrisht. Pra na s'kena ditë se ku jena më zotni. Se t'jën të ban rrugën, na e falënderojmë kush e ka ban rrugën. Por e pas kanë ban për vetën e vetë. Do me thonë, kur vinë me të marrë tokën, rrugën nuk metet e jo në ma. Ka mundësi me na transferu dhe prej shtëpive. Me na grumullu dikun një lagje, do me thonë, duka gjinë në rjotë Malësis, ku e na kanë dikur, kanë mundësi ata me na grumullu prapë, me na bane i hotel të malë, edhe me na qotë tonëve si na mos me jetu ma këto. Mos e pas pjesë të mo. Se s'mund të na shofin me sytë ballit. Unë e pava dhe gjatë rrugë, se është punua me acarime karshi poplit të rjollit. S'pranoshin me na lidhë në rrugicin e shtëpisë me rrugën kryesore me asfaltin si ashtu ba. Si bëhet, si është rruga jonë kjo? E ku është kjo? Na dash me bloku rrugën herë aty me na lidhë rrugicat. Kurse pjesën tjetër ku jetojmë, që kena shtëpijet e vjetra dhe jo ndërtesat bame të reja, do me thonë, s'kan fut asfalt hiq. Absolutisht. Prap me grope e kanë lanë me shku të shtëpia. Me kuptoj. Këra hun këdena. Vetëm qendrën që i kanë fillu atje, e kanë ba me asfaltirat, jo mërë zotni. Pra në zonën tuaj, zero investime. Zero. Përveç kësaj rrugë që ju Po do edhe rrugës në ka lidhë me ta, nuk në ka lidhë zgjidhve. Grabitje tokët. grabit e toka. Jo. E kuptoj. Pra, deshta me dalë të kjo, që e dirama nuk ashtë në lu mund vinë kur donë. Po na nuk vim këto kur të vinaj. Jo, e mira është i vini e t'ja thoni këto që po Po më që thoni me mua. pse, a nuk e një zjanaj? Nuk na shef nese, po shkojmë s'pak e për ditë tu. Ka që për fasuset e vetaj. Si na nuk i njofim, vinë civila, po shiti junë, ku di unë, kur se njof. E qa Kur se bëjnë kam ata? pakur? Qa bëjnë ta civila? Po këta civila shofin mo, shofin se na ku jena, edhe se qa bëjmë. Qa do bësh nga nesër, se mund vim prap? Nga nesën a i tu gjithmonë për ditë. Deri Roja? sot, pa. Në toka tuaja? Deri do me thonë që na të mesim një aty. Pra, na i tu s'kena rrugë tjetër. Kena linë dhe do vdesim i tu. Na nuk e lëshoj me rjollin zjallë. Po na ka falë Zoti këtë perën, më këtë bukuri. Pra ne e kanë lënë të funit për me ne marë. Për që kanë lënë të funit? Morën Vilipojnë njerë për parën, të shi po marrin rjollin, se s'kanë ma tokë atje për me marë. E kanë da. Kanë kry punë Po atje? kanë kërë punë atje. Të shi janë të na dhe këtu. Pse zjati rruga 5 vjetë këtu? Pse zjati? Për një vit e gjysa kënë me përfunu kjo rrugë. Se s'kanë ra dakord ala ata të mlojtë alla ata që po fillojnë punimet sot. Me njoni tjetër në ata, jo me ne. Se dhe ata kanë problemet e ty në nërshëj vetit. Se cili me morë ma pare, o cili me morë ma shumë. Që ka bërë kap qatë kapësh? Ashtu. Na ju falënderojmë, kena shumë respekt për gazetarët e gjithë Shqipërisë. Por ma shumë për ju si këni ordu. Faleminderit. Ja, të pyes të vajzën, se kemi gjak të ri këtu, edhe kryeministri thot, ja, mund qosh në kam të lutem? Si e ke emrin? Ja, ndër nga kamera. Unë quhem Valentina Shollani, Sa vjeç je? jam 19 vjeç, sapo kam kryer gjimnazin, edhe vim këto për çdo ditë ndoshta tash një javë për me ardhur te toka jon, te toka që na kanë lënë stërgjyshi, edhe gjyshin vazhdojmë akoma e kena gjallë edhe dalin ca polic, qoq shteti dhe na thotë që toka nuk na përket ne. Nuk e di se çfarë mendon kryeministri dhe këta dy zotnit që do me na marr tokën ne, që për ditë thonë që rinia duhet me ne këto me përparu. Nuk e di se si na munden na me përparu kur këta tokën ku na munden na me bë diçka dojnë me na e marr. Qa mune na me bona, edhe jam këtu sot, nështë nuk po flasë për histori, se këta më shumë i din historitë ma mirë se na, por jam këtu me të ju drejtua kryeministrit edhe jo vetëm ati, por të gjithë ata që e kanë dorë edhe spaku dhe gjithë, që ju lutem toka t'i kthehet atyre që ju ta kanë. Faleminderit, lumë goja. Kjo ishte ëndër, kjo ëndra 91-shit, po.
Faleminderit. Faleminderit juve, jemi shumë të Faleminderit. respektuar. O babe, do ta mbyllim bashk. Tani ti je lind aty, Aty. ke toka. Po. Qa ndjen kur shef eskavatorin ty ke toka Qa jote? njën. E din edhe ti e unë që që njëhe se ti në gjikon si me ke në vetë vetja jonë. Kam linë njëti, halët e punë jena qua kena shkojnë Velipoj, edhe me të kja jeshno. Rrugë s'kishte marrë kënjena. Ti e si fa e shosja, je? Rrugë s'kishte. Kena ban letrat si që fa këshoj si këtu, edhe atje, edhe njena e ka lënë me folën prej me krejtë. Letrat, e zikatës. E qartë. Zikatës. Po a ke mosh ti të përplasesh me policinë? Kjo do ishte pyetja që Dakord jam me të punë, mosh nuk kam pa hallit ban. je mosh me babës tim dhe Hallit ban mu për plas me gjithkan. Me gjithkan. Se këtu kanë me ble e nuk e kena shit. kanë Pa ardhur me hik të ble? punë. Kanë ardhur me ble? Kanë me ble e nuk e kena shit tokën. Nëse s'kena nevojë për kur një tjetër, veç duhem tokën e babës. Edhe më ka lënë amanet baba që mos ju shkap një rjollit. Mos ju shkap një rjollit. Kes. Faleminderit. Faleminderit. Në fakt, ky është një nga ato emisione që implikon direkt drejtsinë, edhe nuk është nga ato emisione që gjerësisht shumë bëj, por në shumë emisione të mijat kam parë që drejtësia nuk ka funksionuar dhe ka çuar në konflikt social banorët, siç është dhe rasti i Lezhës me fabrikën kimike atje, fabrika e kockave. Ajo që do thosha është që kam parë shumë të prekur edhe gati si ke mbaj do të lotët për barë. Astani. Më shkën në mend sepse fëmijët e mi kanë në Gjermani. Është emocionuese dhe sa tu kërkoj falje fëmijëve mi që kam prunë në Shqipëri. Fëmijët e mi i kam prunë në Shqipëri. Për me jetu këtu të toka vetë. Mi më falni që u kam prunë në tokën tuaj. Beto. Unë s'kam që më thonë. Që ti thush mis, bab, me pru këtu, me jetu këtu, edhe i thu tash ik, vetëm këtu kam po. Fëmi, ju kërkoj falje. Pse u kam pru në tokën tuaj? Falënderit. Të nderuar miq, këto janë deklarata trondice, denoncime drejt për drejta. Që i bëhet asaj që do të duhet të ishte një projekt zhvillimor, si thot kryeministri që po e zhvillojmë Shqipërinë. Dhe që ka vende thot kryeministri njerëz që po na pengojnë zhvillimin. Fatkeqësisht unë jam gazetar që gjithë jetën time kam qenë terren dhe vazhdoj ta bëj dhe emisionin terren për të sjell direkt zërin e popullit, pa filtra, pa censur. Këtë do vazhdoj ta bëj sa të kem forcë e sa të kem jetë. Por po shoh që nga Tragjasi e deri këtu ku jam, pra nga Veriu në jug, po shoh pa drejtësi edhe nuk po dëgjohet zëri i popullit. Ndaj zoti kryeministër, hajde ulu me banorët dhe gjej një zgjidhje për këta banorë, sepse siç e thanë edhe vetë duke treguar dhe rrënohet e shtëpive të tyre, ata janë këtu shekullor. Emisioni Rrallës mi do jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë ku ka të tjerë shqiptar ndershëm që duan të flasin pa filtra, pa censur. Deri atëherë, nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.